mediat të cilat në gjuhën shqipe i kanë shërby grupit Bojnësës për me rrit nivelin e panikut në vend dhe për me rrit numrin e viktimave. Këtë narrativ ne kemi identifiku të transmitume prej njerëzve të cilët flasin në gjuhën shqipe, të cilët si shembull shumë serioz, mënyrën se qysh është organizu komunikimi me media në sulmin e Bojnësës dhe qysh mediat të cilat në gjuhën shqipe i kanë shërby grupit Bojnësës për me rrit nivelin e panikut në vend dhe për me rrit numrin e viktimave, edhe me sjell në Kosovë narrativën për Bojnësën të cilën ka dashur Vučići me shpërnda. Pra, ne kemi identifiku portalet të cilat e kanë bërë këtë punë, i kemi bo debunk me programin e third party fact checking dhe ato janë mbyll tash. Mirë po, aty ka met dhona, kanë met narrativa, ka met një frymë e cila synojke që Bojnësën mos me e qujt sulm terrorist, po me e qujt një grup i organizumi fshatarëve të cilët e kanë kapur nga një armë të ndryshur dhe po dojnë me luftu. Pra, këtë narrativ ne kemi identifiku të transmitume prej njerëzve të cilët flasin në gjuhën shqipe, të cilët kanë dalë në media dhe kanë synu me shpërnda këtë punë. Pra, ajo që është shumë e rëndësishme është që çdo veprim i cili ndërmirret në vitet e tjera e ka një paraprirje. Pra, javët e fundit ne kemi identifiku një narrativë e cila ka synu dhe është bërë debunk në Krypometër që përgjegjësinë për Bojnësën me nis me hjek prej Milan Radojčićit dhe me vendosë të disa politikanë të tjerë. Kjo është një sinjal që tash po dojmë me ndryshu fajtorin kryesor dhe dikush po don me ndryshu fajtorin kryesor. Është dashur që në momente të caktuara prokuroria speciale me reagu me informacione që Milan Radojčići është i dyshuar kryesor dhe nuk ka një person tjetër për mi ta i cili është identifikuar. Pra, kemi pas kjo është shumë e rëndësishme. Me shpërlam Milan Radojčićin? Me shpërlam Milan Radojčićin dhe shumë interesante kur e kemi analizu burimin se ka po vjen. Domethënë, për dallim prej herave të kaluara ku shpërlarja e Milan Radojčićit ka ndodhur prej portaleve dhe prej narrative së brendshme në Kosovë. Në këtë rast, në vitin 2025, iniciativa për me shpërla Milan Radojčićin vjen prej Shqipërisë. Pra prej mediave tjetër që dalin du thirr gjëja në burimet, informacione. Ka dhe televizionet, ka analistët që kanë dalë në publik dhe kanë thonë kemi informacione prej inteligjencës të Kosovës, që ata e kanë identifikuar një person tjetër i cili është përgjegjësi kryesor për Bojnësën, nuk është Milan Radojčići. Dhe tash, kur krejt institucionet e Kosovës e thonë që kjo është e pavërtet, atëherë na duhet me kuptu kush ja ka dhënë këtij personi ose këtij grupi të analistëve në Shqipëni këtë informacion. Pra, kemi një tentativë të re që tu përdor mediat në Shqipëni, tash me nis me ardh informacion. A është përmend kjo narrativ për analistin Kosovë? Pastaj ka ardhur riprodhu. Pra, ajo që është më rëndësi duhet me kuptu që prodhimi narrativës atje ritransmetohet tash në Kosovë dhe ka dalë bëhet terreni që njerëzit me pas një mëdyshje kush është përgjegjësi, njerëzit me pas një mëdyshje se çka ka ndodhur realisht, e ndoshta në situata të caktuara edhe mu vendos një presion. Mos të harrojmë kur e kemi analizuar kohën kur ka ndodhur ky shpërndarja e kësaj dezinformate, ka qenë 2 ditë para se me dalë vendimi i gjykatës kushtetuese në Kosovë për ankesën e listës serbe. Dhe kjo tashti kur u interpretoi dalë shumë lehtë një tentativë për mi bo presion gjykatës kushtetuese në vendimarrjen e saj.